Banori i Big Brother VIP Albania Mali ka rrëfyer linjën e jetës së tij as pak të lehtë. Këngëtari ka treguar me slotëve historinë e komplikuar me baban e tij, ndërsa për nënën, Violeta Kukajin, tha se ishte heroina e tij. Marrëdhënien me nënën e kam shumë të veçantë. Ka qenë shumë aktive dhe ka arritur qëllimin. Sa herë ka pasur dasma dhe koncerte më ka marrë me vete. Babai nuk ka qenë njeri i mirë. Gjithçka që kishim punuar nuk ishte më për shkak të babit. Mendoi vetëm për vete dhe shiti gjithçka. Nuk na ka vlerësuar as ne as nënën. Ka falur shumë nëna dhe gjëja më e logjikshme ishte ndarja. Ka pasur shumë momente natën në gjumë. Dëgjoja zhurmë të madhe dhe çohesha shpejt të shija çfarë ka ndodhur. Thjesht nuk ka qenë njeri i mirë. Kujtimi i fundit ishte kur firmosën letrat dhe i tha nënës, s'kam për të lënë pa të shkatru. Nuk e kam kuptuar kur, por e kam pranuar. Fjalën bab e kam thënë aq pak vitet e fundit. Nënën e kam inspirim për gjithçka, për artistin dhe njeriun që është. Ka luajtur rolin e nënës dhe babës. Nënën e kam heroin, prandaj krijova këngën për të. Shpresoj ta kem bërë sadopak krenare Rrëfeu Mali. Pas rrëfimit prekës, Mali u surprizua me një takim me nënën e tij, artisten e njohur Violeta Kukaj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.